Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në RTK Green. Sigurisht do të kemi tema të ndryshme për çështje të mjedisit, kashi zhvillimeve të agjendës së gjelbër. Edhe pse ne po përpiqemi vazhdimisht në çfarëdo aspekti, jo s'po flasi emision, po flasi një shoqëri si një shtet, institucione, por edhe investitor që sa më shpejt të bashkangjitemi në këto kontura që i ka përcaktuar agjenda e gjelbër, e ne si nënshkrues pra që jemi të kësaj agjende duhet të bashkohemi. E as më shumë kur bëhet fjalë për ndërtimet. E dini sa janë me qindra apartamente, banesa e shtëpi të cilat janë ndërtuar së fundmi, disa të banueshme, disa jo, por duket që nuk po bëhet pyetja se sa janë të qëndrueshme këto ndërtesa, sa janë të gjelbra. A keni pyetur ndonjëherë veten? Nuk po flasim të gjelbra vetëm të jenë pemë të mbillura, por edhe aspektet të tjera të ndërtimit. E kam quajtur kështu temën ndërtesat pa shpirt. E tash gjatë këtij emisioni, gjatë këtij diskutimi, do ta zbulojmë a janë pa shpirt ndërtesat, a mund t'ju japim pak shpirt, edhe çfarë aspekti mund t'i japim shpirt këtyre ndërtesave. Përndryshe, a mund t'i përballoj Kosova ndërtimet pa një vizion të gjelbër, si duhet të ndryshojmë. Këtyre ditëve u lansua edhe Këshilli i ndërtimit të gjelbër në Kosovë. Është një arsye shumë e madhe që ta bëjmë këtë temë me mysafirët të cilët i kam të ftuar në studio, edhe të kuptojmë se sa janë të rëndësishme ndërtimet dhe ndërtesat të jenë të gjelbra dhe të qëndrueshme. Në krahun tim të djathtë kam profesorin Frem Grajçevci, është dekan i Fakultetit të Inxhinierisë në Universitetin e Prishtinës. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Më mirë po të them profesor. Me shumë kënaqësi madje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga ana ime e majt është presidenti i Këshillit të ndërtimit të gjelbër të Kosovës, zoti Farosh Azemi. Zoti Azemi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë, kënaqësi me qenë pjesë në këtë panel të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Edhe kam këto Fjolla Caka që është urbaniste, plus që është ekspert e ndryshimeve klimatike. Zonja Caka, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit. Edhe për të satën herë në emision. Treta. Treta vërtet. Avesh në studio të re, je për herë të parë. Për të parën. Faleminderit shumë. Po e fillojmë me juve, profesor, se sigurisht që Universiteti i Prishtinës dhe fakulteti juaj nuk është vetëm një fakultet që i diplomon studentët, por është diçka që e nxit pra qëndrueshmërinë pikërisht për inxhinierinë dhe ndërtimet në Kosovë. Eksakt. Pra, ne si Fakulteti i Inxhinierisë ndërtimit insistojmë që të promovojmë filozofinë të menduarit të ndryshe për ndërtim, duke zhvilluar dhe programe studimit që nuk janë veç kuptimi bukfali ndërtimit, po janë me komponente që përfshin edhe ambientin, që përfshin edhe çështjet e ujit, po njëkohësisht edhe ndërtimin. Dhe këto janë 3 komponente që ne provojmë që gjeneratat e ardhshme të studentëve të vendit tonë të kenë kompetenca, të kenë njohuri dhe ato të i zbatojnë në brenda mundësive sa më shpesh që është e mundur, duke respektuar normalisht direktivat, standardet, rregullat dhe ligjet. Këshilli i formuar për çështjet të gjelbërta që është me kryesues zotin Azemi, është një komponent shumë e mirë e qelluar që ne si akademi do të hapim dyert duke shpresuar në reciprocitetin dhe komponenta e juaj e këtij klasteri do të jetë domosdoshme edhe nevojshme për inkorporim të disa çështjeve nëpër programet tona studimit. Pra, kjo është misioni jonë, ky është vizioni i fakultetit tonë dhe ky është njëkohësisht vizioni dhe misioni i Universitetit të Prishtinës. Sigurisht që kemi çka të diskutojmë edhe me vonë për këto fletushka programin, studentët, përgatitjet, por gjithsesi të flasim edhe për pra tashmë që zyrtarisht ekziston ky këshill. Edhe çfarë qëllimi ka saktësisht? Atëherë, pikat shkurta, pra Këshilli i ndërtimit gjelbër zyrtarisht e ka marrë certifikatën si një organizat jo qeveritare, jo fitimprurse, por që ka një qëllim, një mision shumë të shëndosh. Misioni i Këshillit ndërtesave gjelbra, pra vetë edhe titulli i kësaj shoqate jo fitimprurse është që qëllimi që të përmirësoj strukturën ose në përgjithësi mënyrën e të menduarit të ndërtimit, duke i dhënë një kahje të një ndërtimi të gjelbërt dhe një performancë sa më të mirë të ndërtesave, ku në qendër do të jetë njeriu, sepse tek e fundit njeriu një si qenie humane kemi me i shfrytzu këto objekte, këto mjedise, kështu që qëllimi kryesor është
ne kemi 5 objektiva kryesor. Objektivi i parë është energjia eficiente dhe natyrisht promovimi i praktikave të ndërtimit gjelbër. E dyta është certifikimi i objekteve me certifikata ku ato objekte e marrin vullën si objekte të cilat i plotësojnë kriteret evropiane dhe ndërkombëtare për performancë dhe në përgjithësi për cilësinë e kualitetit e ndërtimit me linja të kritereve evropiane. Nën 3 është gjithashtu edhe vetëdijsimi, ku kena me promovu praktikat e gjelbra duke bashkëpunu edhe me institucionet, me akademi, si që është edhe Fakulteti i Inxhinierisë, Arkitekturës, dhe gjitha institucionet akademike. Mande kemi edhe networking, rrjedëzimin, ku në qëtë periud qashtë shkurt kemi pas rrjedëzim edhe kontakte me Green Building Council ose Këshillin ndërtesave të gjelbra në gjithë botës dhe kemi përfitu mjaft shumë në këtë aspekt. Për një periudhë shumë të shkurt kemi bën një rrjedëzim të jashtëzakonshëm ku jemi të ftuar në evente ndërkombëtare ku po zhvillohen. Edhe pesta është planifikimi urban i qëndrueshëm, ku në këtë rast edhe Fjolla është një nga personalitetet ose që ka me udhëheq këtë fushë. Pra, këto janë 5 fusha që mendoj që na për njëherë nuk mujna, po gradualisht e kemi planifikimin me i zhvillu edhe me pas impaktin tonë të paktën, fillimisht me edukim, mandej duke vepru edhe në bashkëpunim, kohezion me institucionet edukative edhe natyrisht komunat edhe qeverinë përgjithësi. Absolutisht po. Zonja Caka, u përmend me njëherë emri yt edhe tema që lidhet me ju, me profesionin tuaj edhe ndikimin që mund ta bëni pikërisht edhe të Këshilli ndërtimit të gjelbër ose ndërtesave të gjelbra. Çka saktësisht do të thotë ndërtesat e gjelbra? Po, ndoshta edhe në emisione tjera paraprake shpesh kom folë për ndryshimet klimatike, për ndërtimin e gjelbër, edhe nevojën që ne si shoqëri me u bë një shoqëri më e qëndrueshme dhe më e përgjegjshme me mënyrën se si shfrytëzojmë resurset, e njëkohësisht edhe me fillu me lyp një standard më të mirë të jetesës që automatikisht na lidhet me ndërtesat, lagjet dhe qytetet ku jetojmë. Mu sot më vjen mirë me qenë pjesë e këtij diskutimi me të ftuarit si profesorin, që po ashtu e kom pas profesor në studime, si edhe me Fahrushin që e kam kolege dhe e vlerësoj. Më falë, zënjë, do me thoni student tuaj, ish student tuaj? Ish student, po. Të dytë? Kemi produkti i profës edhe natyrisht Fakultetit të Inxhinierisë. Kënaqësi është për mua. Do me thënë nga UP-ja, po më falë lutem. Më vjen mirë me qenë pjesë e këtyre iniciativave, cilat po synojnë me nxit sa më shumë praktika të gjelbra, me ngrit vedijen, me ngrit edukimin, me ngrit edhe edukimin e ndërtimtarëve dhe kompanive të tjera se ne duhet të ndërtojnë në mënyrë më të gjelbër. Ashtu si që dhe fillove emisionit, ndërtesat të gjelbra nuk janë vetëm diçka që kanë si përfaqe të gjelbra, ose për mos me banalizu një ngjyrë të gjelbër në to, pra ndërtesat të gjelbra janë ato të cilat që nga faza e planifikimit, prej përzgjedhjes së lokacionit, prej dizajnimit të tyre, prej ndërtimit të tyre, me materialeve që përzgjedhen për me ndërtu mënyrën si bëhet ndërtimi, pastaj si instalohen sistemet e ndryshme, si menaxhohet, si mirëmbahet, domethënë është një cikël i tërë që bën një ndërtesë të gjelbër. Nuk flasim vetëm për hapësira të gjelbra, flasim edhe për panele solare, për eficiencë të energjisë, menaxhim të eficient të ujit, e pastaj edhe vendin se ku është e vendosur ndërtesa për me u kthy te pjesa e urbanizmit, a është lagje e dendur apo lagje që ka edhe shfrytëzime të tjera të përzira, a ka qasje në transport, domethënë është një ndërtesë që është brenda një lagje urbane apo diku më larg, shumë pjesë të tjera që duhet të merren parasysh, përfshi edhe qasjen e infrastrukturë, menaxhimin e mbeturinave. Domethënë, ndoshta tingëllon si diçka shumë e komplikuar, po arkitektat dhe ndërtimtarët, urbanistat dhe gjithë të tjerë që janë të përfshim në këtë proces e kanë shumë të qartë procesin se çka bën një ndërtesë të qëndrueshme dhe janë shumë të gatshëm me i mbështet krejt palët e përfshira si individ, si kompani, e tashmë përmes certifikimeve të ndryshme edhe vetë qytetet, domethënë komunat, mënyrë që me ndërtu edhe me përcjell se si po ndërtojmë edhe si po i zhvillojmë qytetet tona që ato me qenë më të qëndrueshme.
Do të ndjekim edhe një kronik me të cilën edhe kemi qenë prezent kur është lansuar Këshilli i Ndërtimit të Gjelbër dhe rikthehemi pastaj në studio me këto diskutime, sigurisht që të pyes më shumë, të nxjerrim më shumë informata se sa të qëndrueshme pra janë aktualisht të ndërtime të zhvillimit që janë duke u bërë. Pas pak. Gjatë majit të këtij viti u mbajt festivali Ballconnect 2025 për të mbledhur në kryeqytet vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rretizimin me vendet e botës, të cilët duke investuar në ekonomi të reja që transformojnë edhe aspektin digjital, teknologjik dhe mjedisor. Në këtë festival u lansua zyrtarisht Këshilli i Ndërtimit të Gjelbër në Kosovë, duke folur dhe ofruar zgjidhje për industrinë e ndërtimit në vendin tonë. Nga Këshilli Qëndrueshëm Gjerman foli kryeshefja ekzekutive Zonja Kristine Lemaitre, duke vlerësuar edhe gazetarinë e Gjelbër në Kosovë. This is for us a great honor to support something that's just starting up, and I have to say all the board members, this is really a brave thing to do, because in construction it's still not normal to build sustainable buildings. I think this is not just a challenge in Kosovo, I think that's a challenge we have in Germany, we have all over the world, that it's still okay and accepted that people just do the way they've always done it. They want to build quick and cheap buildings, and I think we need to change that kind of conversation. I was very honored to meet you here today, because we don't have green journalism in Germany, because the question is, why do we always have to make the case that a sustainable building makes sense? When we talk about sustainability, we talk about a project, about a building where you were thinking holistically about the impacts of the building, where you put the human health and the human scale at the center. We're not building buildings just to have an investment product. We're building our homes, we're building our societies. That's why we need buildings, and we need to introduce quality. Maybe sustainability sometimes is not the right term, or it's too complicated, but I think we need to talk more about quality. And I think coming to your country and seeing so many great people and your beautiful landscape, it means as well culture. You know, every building you build today will form your culture. And I think when you build, you as well have to look back into your culture. Në këtë ngjarje u zyrtarizua edhe bashkëpunimi ndërmjet dy këshilleve, ai i Gjermanisë dhe i Kosovës. U nënshkrua marrëveshja ndërmjet Akademisë së Këshillit të Qëndrueshëm Gjerman dhe Këshillit të Ndërtimit të Gjelbër të Kosovës për trajnime dhe certifikime profesionale. No, for us, green agenda is a key priority in the Western Balkans and Kosovo especially, and buildings, energy efficiency, and in general, built environment is a key activity for us. I just say a few words what we do in this space, and just to understand the scale. I mean, why building is important, we just learned from the previous speaker, and some people may challenge or underestimate, but indeed, it's official statistics. 40% of all energy in the country consumed by buildings, not industry, but buildings. Industry actually in Kosovo, if you look at Kosovo only, 20% only of the final energy consumption. Buildings 40%. And the number two is transport, because there is no railway, all goods move by trucks, which consume a lot of diesel, a lot of private cars. Transport is the second largest energy consumer in the country. That's why I think the government focus of development institutions, of course our focus, and donor community should be on buildings, and this is the largest source for achieving decarbonization of economy, and but it's also most difficult sector to tackle, you know. Building Council, an initiative that marks an important step forward Kosovo's sustainable development. As the American Chamber of Commerce, we believe green building is no longer optional, as it was said by many other speakers before me. It's becoming a necessity for many reasons, one of them being a matter discussed in these days, higher electricity prices, which are not going to stop here.
Përkundër që Kosova është palë nënshkruese e agjendës së gjelbër, bashkë me vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2020, akoma vendi përballet me ndërtime jo të gjelbra që nga projektimi, ndërtimi e drejtë të funksionimi i tyre të cilat janë jo miqësore me mjedisin, ose të paktën shumica dërmuese e tyre. Ndërtimet e gjelbra do të thotë të minimizojnë ndikimet negative në natyrë dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës për njerëzit që jetojnë apo punojnë aty. Sigurisht që i bie një barë inxhinierisë të universitetit, se aty dalen edhe arkitektë të mirë, edhe arkitektë të informuar, krahas agjendës së gjelbër, por edhe urbanistët të tjerë. Tash me këto ndërtime aktualisht që janë, a mund ta kemë një përqindje sa janë të gjelbra, sa janë të qëndrueshme? Vlerësimet e tilla unë mendoj që duhet i bëjnë ata që janë në tregun e punës. Ne si komponentë akademike provojmë që kuadrit tonë që kemi, po edhe studentëve t'ju transmetojmë këto që i diskutuan dy kolegët e mi të respektuam, që për të ndërtu diçka që është e gjelbërt, duhet mendohet pak më ndryshe. Nuk është mision i pamundur, është mision i mundur dhe quhet teknikisht e realizueshme. Këto që i kemi, duhen trajtime për to. Për masa aty në shumë e madhe, vlerësu nga ndryshimet ambientale që ndodhin. Janë mbi 500.000 ndërtesa. Janë shumë, pa fije dyshimit. Sipas regjistrimit të fundit, janë mbi 500.000. Dhe këto ndërtesa dhe këto ndërtime që janë në sasi dhe densija është të madhe, sepse i kam fjollën që është urbaniste dhe gjykon më mirë se unë, këto krijojnë, gjenerojnë temperaturat të cilat janë të tmerrshme për njerëz që banojnë në këto hapësina. Dhe pa fije dyshimi janë edhe qytetarët që mund vlerësojnë se sa është e nxehtë një verë në Prishtinë, sa është një temperaturë e padurueshme në Prishtinë në krahasim me vitet paraprake. Dhe kjo është një dëshmi e ndërtimeve të cilat reflektojnë direkt në ambient, direkt në shëndetin e njerëzimit edhe direkt në kushtet e banimit. Pra kjo është jo veç një pemë me mbjell, jo veç një lule me mbjell, po është shumë disiplinare. Prandaj, ne në disiplinat tona provojmë të përgatisim kuadrat tona që të projektojnë karshi këtyre konditave dhe këtyre kushteve. Dhe këto ti inkorporojmë në për programet tona studimit. Se sa janë vlerat, dëshmojnë faktet, densije madhe, temperaturat të mëdhaja të zhvillimit, ndërsa përveç tjerash ka të rreshura të mëdha atmosferike, të cilat na shkaktojnë dëvërshime edhe problemet të tjera. Përveç saj, janë edhe kushtet e ndërtimit dhe vetë ndërtimtarët që kanë sfidat të mëdhaja rreth kësaj çështje. Deri diku ndoshta edhe tregu i punës e imponon që të ketë një material që nuk ka versionet e tjera, po ne i përgatisim ose ne ju themi studentëve dhe inxhinierëve, përdorni materiale të cilat nuk gjenerojnë dioksid karboni. Për shembull, çfarë materiale? Sa më shumë betoni, më pak betonin me përdor, sa më pak gurin me përdor sa më shumë drurin. Pra dhe me përdor fasadat të tilla që krijojnë rrymime, që krijojnë ajrosje, që krijojnë freskime nëpër ambiente edhe të jashtme, po nikosisht edhe të brendshme. Po këto janë arkitektët që i zhvillojnë këto komponente, ndërsa aktorët e tjerë sigurisht dhe pa fije dyshimi janë kontribues të këtyre çështjeve. Pra kjo është shumë disiplinare, pra ka shumë segmente çështje që duhet të trajtohen dhe të rregullohen. Pra jo vetëm një pemë, jo vetëm një lule. Pra a mund të quajmë, profesor, aktualisht të ndërtesa që janë pa shpirt? Dorën e zemër, unë mendoj që gjatë verës, gjatë korrikut edhe gushtit, Prishtina është e vdekune. Qofsha i gabuar, po kjo është një dëshmi që në minimum keme pa qytetarën në rrugë, qoftë edhe në orët e mbrëmjes. Në orët e mbrëmjes, në qendër qytetit Prishtinës, temperaturat mund të jenë jashtëzakonisht të mëdha, duke llogaritë edhe kohën ose orën 11 e natës, ose edhe 12 e natës. Kjo është rezultat i rrezatimeve të mëdha dhe energjisë madhe që marrin këto materiale prej diellit gjatë gjithë ditës. Prandaj, kjo çështje unë mendoj që është çështje shumë serioze për gjeneratat e reja, për brezin e ardhshëm të këtij vendi. I kemi parë edhe folësit të cilët në konferencë, pra treguan se energjia po shfrytëzohet shumë për këtyre ndërtesave, dhe nuk po shfrytëzohet energjia inovueshme, ka dhe çështje të tjera, madje zonja Emilia tha që në konferencë që kush do të investojë në një vend ku akoma përdoret pra mbi 90% çmyri.
Kështu që si do t'ja bëjmë ne me ndërtesat aktuale dhe si mund t'a ndryshojmë mentalitetin e investitorëve, pra për ndërtesat të qëndrueshme, të gjelbra, Në radhë parë, të shëndetshme për njerëzit. ndërtesat e konsumojnë në bazë statistikave dikun mbi 40% të energjisë, vetëm ndërtesat e konsumojnë. Çka do të thonë që 40% e ndotjes me çmyrë që bëhet krijohet prej energjisë që e shfrytëzojnë ndërtesat, ndërsa mbi 30% lirojnë, mbi 30% ndotjes CO2-shit e lirojnë objektet. Vetëm objektet, jo njerëzit brenda, veç si objekte. Përgjithësi objektet me njerëz, në përgjithësi objekte, se njerëzit e shfrytëzojnë ato objekte dhe e konsumojnë atë energji. Çka do të thonë që kjo kotë aq e lartë e shfrytëzimit të energjisë për ndërtesa, po të analizojmë pak më thellë edhe si shtet, edhe si në përgjithësi si komunitet, të investojmë në një arkitekturë qëndrueshme ku do ta minimizojmë kërkesën për energji, automatikisht do të vjen ndotja, do të ulet ndotja edhe do të zvoglohet nevoja për energji. Absolutikisht. Pra, në përgjithësi, kjo është ajo që Green Building Council, ose Këshilli i Ndërtimit të Gjelbër, është themelu për të kriju disa standarde dhe një nivel më të lartë ndërtimit. A beson që do të bashkangjiten investitorët, arkitekt? Pikërisht, pra na me lansimin që e bënë, minjerë janë ofru, janë disa kompani serioze. Tonat? Po, kompani tonat serioze, mës t'i përmeni me emna tani se mu konsideru si marketing, por do t'a gjejmë në mundësin, janë ofru edhe janë bo partner KGBC's, Kosovo Green Building Council, dhe ato kanë intenca përmiqu për para praktikat e gjelbëra. Një prej tyne që është antarsutena, edhe është si platinum sponsor i KGBC's, ata e kanë fillu veç një objekt me standardet më të larta, me certifikatën LEED. Pra, ata Çfarë certifikat është ajo? Certifikata LEED është një certifikat, në fakt janë prekualifiku me fazën projektuse, sepse kjo shkon me projekt, prekualifikosh që ti me këtë projekt i plotëson standardet për mu para certifikun. Në momentin kur ndërtohet objekti me të njëjtat karakteristika të projektit, atër certifikohet objekti me certifikatën LEED. Kush e jep atë certifikat? LEED është një institucion ndërkombëtar, më rrjedh nga bazën e ka në Amerikë, por edhe në Evropë përmes GBCI-t, ku ajo është e njoftur ndërkombëtarisht, ku një objekt i cili e ka certifikatën LEED, automatikisht e ka vlerën më të lartë, si në qira dhënje, si në shitblerje, në shumë aspekte tjera. Me një farforme është një standard i lartë i ndërtimit, ku edhe ajo i ka kategoritë të tjera. Krahas LEED-it është DGNB-ja evropiane, që është lider në Evropë, ku ne si Këshilli i Ndërtimit Gjelbërt e kemi bën një marrëveshje me ta, si partner ekskluziv, dhe me njerë me këtë marrëveshje kemi fillu një trajnim të 5 antarëve të KGBC's, të cilët kanë mu certifiku si ekspert DGNB-s për me i certifiku objektet do të flasim pastaj, sepse ka ardhur nga Gjermania, zonja Kristine Lemetre, e cila pra është pjesë e Këshillit të Qëndrueshëm Gjerman, edhe ata kanë akademinë e tyre, por do të flasim pas pak më në detaje. Zonja Caka, sigurisht që ndryshimet klimatike janë pjesë edhe jetës tonë. Ani pse shumë njerëz po thonë që kemi pak probleme më të ndryshme, më të thella se sa, po sa me ndërtimet jo të qëndrueshme, jo të gjelbra, mund të afektohemi të prekemi prej temperaturave të larta, për shembull, ndryshimeve klimatike. Po së pari veç me u ndërlidh, do me thonë ndërtesat në përgjithësi me shfrytëzimin e energjisë për funksionimin e sistemeve të ndryshme të tyre, qoftë për ngrohje, për ftohje ose për ventilim, shpenzojnë shumë energji, e cila energji, për shembull në Kosovë, është e bazuar në qymyr. Në të njëjtën kohë vetë ndërtimi, domethënë vetë ekstraktimi materialeve për ndërtimin e këtyre ndërtesave, siç u përmend betonit, gurit e materialeve, çelikut, materiale të tjera janë shumë intenzive në shfrytëzimin e energjisë, kështu që ato kalkulohen në emetimet shtesë që i atribuohen sektorit të ndërtimit. Do me thonë, po flasim për sektorin që më së shumti emeton gaz raser, po në njëjtën kohë ka më së shumti potencial për me i reduktu këto gaz raser, sikur na të kishim përdorur materiale tjera që emetojnë ma pak gaz raser gjatë nxjerrjes së tyre, materiale që ripërdoren,
ose edhe e shtojmë eficiencën e energjisë në ndërtesa në mënyrë që të arrijnë ndërtesat të jenë afër zero, ashtu që të ngrohen ose të ftohen sa më pak energji, ose energji që edhe e prodhojnë vetë në lokacionin e tyre. Kjo kishte me ndërlidh ndoshta më shumë me pjesën e mitigimit ose zbutjes së ndryshimeve klimatike. Në aspektin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike ose efekteve të tyre, do me thonë se sa kemi rritje të temperaturave që në Prishtinë me të vërtet gjithmonë e ma shumë vera po bëhet me padurueshme, e nuk është Prishtina i vetmi qytet, por shumë qytete në botë, qytetet të zhvilluara e kanë këtë problem, i cili quhet edhe ishulli i nxehtësisë urbane, ku do me thonë kjo mbledhja e energjisë gjatë ditës, lirohet gjatë natës, e mandej dhe ndërtimi i tepërt, mungesa e hapësirave të gjelbra, mungesa e ajrosjes së duhur, do me thonë me ndërtesa të larta, ose dhe mungesa e vetë pranisë së sipërfaqeve të ujit, ndikon ashtu që rritja e temperaturave në zona urbane krahas zonave rurale ose më pak të ndërtuara mundet me shku në dallim deri në 10 gradë Celsius, varësisht se sa është e ndërtume. Sa i përket, do me thonë, përshtatjes me këtë nxehtësi, normalisht ndoshta shkon në mend ideja e parë që po instalojmë klima dhe po ilshojmë ato, e që në realitet ka efekt të kundërt, sepse ne duke tentuar me përshtat temperaturën e brendshme, që me qenë e përballueshme për neve ose edhe për qytetarë të tjerë që mujnë me qenë më të cënueshëm, shembull të më shumë të fëmijë ose persona me sëmundje të ndryshme që janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimit të temperaturave, ne arrijmë efekt të kundërt sepse duke u ftofë kontribuojmë në rritjen e gazrave serë, e cila në total mandej shkakton ende rritje të temperaturave. Kështu që sikur të kishim apliku masa për rritjen e eficiencës së ndërtesave, atëherë na kishim e pas një komoditet më të mirë si termik në ndërtesa, ashtu edhe me ajrin e brendshëm të ndërtesave, po njëkohësisht kishim e pas edhe më pak lagështi e myk në ndërtesa, e si pasojë edhe sëmundje të tjera respiratore që janë, do me thonë, treguesi ndërtesave jo të shëndetshme. Kështu që sektori i banimit ose ndërtesat në përgjithësi kanë mundësi me prek disa probleme nëse dizajnohen ashtu siç duhen dhe bëhen me të vërtetë të gjelbra ose të qëndrueshme. Jo disa, po i bie shumica, sepse aty zhvillohet jeta e njeriut brenda atyre ndërtesave, apartamenteve, pra jo vetëm për shëndetin, por edhe aspektin kulturor, aspektin sociale, aspektin e energjisë, sepse pra ka shumë të dhëna që tash me shtimin e përdorimit të kondicionereve në Kosovë, ka më shumë harxhim të energjisë elektrike në Kosovë. Dhe kush ka thënë që me këto kondicionerë ne do të kursejmë energji elektrike, nuk e di, ka qenë një dezinformat, kjo është shtuar kapaciteti i përdorimit të energjisë, kjo është shumë interesant, që do të bëjmë një temë në të ardhmen e afërt. Profesor, në fillim të 2026 do të kërkohet pra edhe dokumenti ose një certifikat për taksën e karbonit. Sa do të ndikoj për shembull në këto ndërtime? Ai ke diskutuar edhe me student se si ti projektojnë, sepse qeliku, cementet të tjera, pra janë disa prej këtyre produkteve që do t'ju rritet çmimi, nëse nuk e kanë edhe një certifikat të dallueshme për taksën e karbonit, që është pjesë e ndërtimeve. Ne provojmë gjatë gjithë kohës që të imajmë të informuar studentët tonë lidhur me standardet, direktivat edhe ligjet të cilat janë aktuale në vendin tonë. Në mënyrë që edhe ata të adaptohen kërkesave të tilla të cilat kanë me qenë domosdoshmëri. Se sa janë ky kuadër i gatshëm, unë besoj që po, kanë me qenë të gatshëm, të ballafaqohen, ndërsa ne kemi një program studimit brenda fakultetit tonë që është inxhinieria e ambientit, që këta student kanë kompetenca që të realizojnë, që të bëjnë edhe projekte të qëndrueshme mbrana edhe qendrës qytetit, mbrana edhe zonave urbane, në mënyrë që ajo, sikur tha Fjolla, në temperaturat plus 10 gradë që mund ngritën si rezultat i ngrohjes globale, por njëkohësisht edhe të eficiencës të energjisë, të kenë reduktime të temperaturave. Kemi shumë shembuj të thjeshtë në profesioneve tona, ku mund të shohim rezultate që janë lehtë të krahasueshme për efektin e tyre. Unë du t'ju jap një shembull timin në fakultet timin, ku në katin përdhes kemi ambientet të përbashkëta për studentët, dhe vitin e kaluam, në vend se me qitë shumë klima, ke vendosur perde.
për mos me ra dilli në ambientet tona. Dhe me ato perde ne mbajmë temperaturën në ato ambiente jashtëzakonisht shumë të qëndrueshme. Dhe do të jemi idhëtar të kësaj çështje, pra edhe në fakultetin ku unë i përkas, dhe jam pjesë atij fakulteti, në atë kat nuk do të ketë klima, do të ketë zhallozina, perde, që mos me lanë dillin në Sa është i gjelbër fakulteti juaj, ndërtesa fakultetit? Unë konsideroj që në aspektin e eficiencës është kogja i gjelbër, është shumë i njohur si objekt që është beton, e kemi te kalu këtë sfidë, sepse kemi falë bankës botnore edhe investimeve që kanë bë, kemi bë një koncept rrugës energjisë dhe tash jemi shumë në rregull. Në fakt, minimalisht përdoren klimat dhe minimalisht keq përdoret energjia. Pra, në fakt, i kemi rëmbrojtësit e rregullum, i kemi ndriqimin pasiv, jo direkt, edhe këto e në motivet që ne provojmë që t'jemi shambull edhe për të tjerët. Pra, normalisht gjithmonë investimet janë investimet që i bëjmë investime prej bugjeteve të Universitetit Prishtinës, po nuk mungojnë edhe donatorët. Po në të ardhmen do ta bëjmë si objekt që do t'jetë me të vërtet eficient në energji. Edhe t'jetë shembull. Edhe t'jetë shembull për të tjerët, padyshim. Është shumë interesant që për shembull unë personalisht shtëpinë time nuk përdori ajër të kondicionuar, por pra fatura e energjisë janë shtrejtë. Kështu që duhet t'i bëj edhe disa ankesa të tjera të shoh se kush po harxhon energjinë elektrike për atë që sa harxhojnë. Megjithatë nuk e di sa është e qëndrueshme se jo për aty ku jetojnë. Por desha që të pyes sa i përket Akademisë Gjermane, edhe që e keni këtë bashkëpunim, çfarë të mira do t'i sjell pra rritjes së kapaciteteve në Kosovë? Po në rënd parë, edhe profa që është i nderuar këtu, i cili peshkëpos një pjesë, po thamë, është fakulteti i ndërtimtarisë që e ka profën dekan. Po shkoj edhe unë, po e lavdoni shumë profën edhe fakultetin. Ideja është që e ka ndërru mendësinë e të studiuarit inxhinierinë e ndërtimit, sepse ka qenë shumë rigjide, shumë e ngurtë, kurse profa më vjen shumë mirë që i ka inkorporuar edhe pjesën. E ka modernizuar. E ka modernizuar dhe është në hap taman me universitetet tjera ndërkombëtare. Falë edukimit i përgjithshëm. Sa i përket DGMB Akademisë, gjithçka do të fillojë nga edukimi. Pra t'ju tregojmë shikuesve se nuk e din çka është DGMB-ja. DGMB-ja gjermanisht janë këto shifrat e DGMB-s, por është Këshilli i Ndërtimit të Qëndrueshëm Gjerman. Domthon Këshilli i Ndërtimit të Qëndrueshëm Gjerman, sikur na që e kemi themeluar dhe ajo është një organizatë. Ata kanë plus të qëndrueshëm. Plus të qëndrueshëm. Po këto janë dy dallime, mirë është me përmend me ditë dallimit çka i qëndrueshëm dhe çka është i gjelbër, se shpesh edhe studentët e ngatrojnë, po në pika të shkurta e kisha përshkruar, një ndërtesë mund me qenë gjelbër, që e thojmë me izolimet mira, me materialet mira, por nuk mundet me qenë e qëndrueshme. Domthon është e gjelbër, i ka përdorur mirë, po për me qenë e qëndrueshme, ideja është që materialet të cilat janë vendos janë marrë në një afërsi, nuk është ndot ambienti, nuk ka përshkruar një rrugë me mauna prej një distancë shumë të largët ku ato kanë liruar CO2 shumë dhe me një farforme një objekt mund me qenë i gjelbër, por mund mos me qenë i qëndrueshëm. Se ndikimet në mjedis i ka patur më të mëdha se sa vetë kjo që është duke e bërë ndërtesë. Por ne përmes akademisë, domthon trajnimi ku ke fjalat e rëndësia e rritjes së kapaciteteve të njohurit përgatitjes stafit edhe të vetdijes të inxhinierëve që i kemi me ditë çka do me thonë arkitektura ose ndërtimi i gjelbërt i qëndrueshëm. Akademia Gjermane e ka për qëllim, sikur se qëndrueshmëria që i ka tri shtyllat kryesore, që është aspekti ekonomik, aspektin social, kulturor, edhe aspektin mjedisor, me qenë në ekuilibër. Një objekt, ata e parashikojnë dikon jetë gjatësinë e objektit, deri në 50 vjetë, edhe shumë e rëndësi life cycle, cikli i jetë gjatësisë së ndërtesës. Për gjatë kësaj periudhe, prej fazës projektimit, ndërtimit, edhe jetësimit, deri te çmontimi, ato materiale, kur demolohet objekti, a mund prap që ato materiale mu shfrytzu për ndonjë objekt tjetër. Kjo është shumë e rëndësi, jetë gjatësia. Por është edhe një pikë shumë e rëndësishme cilësia e ajrit të brendshëm. Ne e kalojmë dikun ofër 90% kohës në ambientet brendshme dhe qysh
po e arrim cilësin, kualitetin e këtij ajri që ne e përtithim, që ndikon drejt për drejt në shëndetin tonë dhe të anëtarëve tonë të familjes. Qysh e rrisim të cilësi brenda? Po, natyrisht, këto matën edhe kanë aparatura, auditorët që i masin me përmes instrumenteve të ndryshme kualitetin e cilësisë ajrit. Këtë është ideja me materiale çfarë i përdormi. Çka liron ky laminat në këtë rast, çka lirojnë çfarë Materialet që na rrethojnë, që na edhe sot dina me shfrytëzu aerosjen natyrore, pa përdorur Ti hapim dritaret. A ka aerosje tjetër? Patjetër, ka me dritare, po duhet me ditë ku e hapëm dritaren edhe ku e nxjerrim ajrin, përurjen edhe largimin e ajrit. Mi shfrytëzu, qëllimi i ndërtesës është i objektit, me fol pak ma thjesht, me i absorbut mirat natyra që i ofran, me ditë qysh mi përdor, edhe mi largu që tha profa rrezet e tepërta dillit, përmes materialeve që i përdor, mi i refuzu. Mirë, treja do të bëhen, po këtyre që janë ekzistu, se janë mbi 500.000, çka do të bëjmë me to? Se janë njerëzit që jetojnë aty, nuk kanë mundësi të blejnë më të shtrejta, të qëndrueshme do t'jenë më të shtrejta, apo do të rritet çmimi. Po, këto janë sfida që nuk na përkasin vetëm neve, këto janë sfida ndërkombëtare, sfida botërore. Po ne po flasim për neve. Patjetër, këto nuk mundin mi bë individët, po këto janë iniciativa që bëhen natyrisht shteti që duhet mi pas fokus në bashkëpunim edhe me ndërkombëtarët, duke i shikuar praktikat ndërkombëtare. Çish kanë arritur? Çfarë praktika kanë për shembull në Gjermani nëse ke ndonjë? Jo, ideja është e këtyne kritera, ata më përgjithësi tash i kanë përveç kritereve që nuk mund është me marrë lejen pa i bo izolimet e mirëfillta, të marrë masat e eficiencës të mirëfillta, ti nuk mund është me marrë leje dhe nuk mund është me... A ekziston kjo në Kosovë? Absolut, të na nuk ekziston. Ekziston të leja të letrat, por kur vjen puna për më ekzekutu, praktik ndryshon projekti prej aspektit të ekzekutimit në teren. Përgjithësia o jetim gjithmonë të na, po kjo, unë besoj që na jemi të shtrëngun edhe nga marrëveshjet ndërkombëtare që i përmene më herët, për mu integru në Evropë, na duhet pa tjetër mu shtrëngu për mi plëcu këto kritere dhe me hecë për para, sepse... A do t'jetë njëri për kritereve, po thua, aspektin ndërtesave? Absolutisht, na i kemi qitë objektivat edhe me strategjinë e energjisë, ju e dini shumë mirë, që deri në 2031 të ndikon deri në 30% ka me qenë energji e ripërtritshme, e na jemi shumë largë, edhe mund du të mi mri pa tjetër këto objektiva për me qenë pjesë e Evropë. Po si mund të mbrijet objektiva deri sa për shembull vetë nga institucionet Ministria për Energji, ka stimuluar njerëzit që të blejnë kondicioner, po argjot më shumë rrymë me qëmërë. Pikërisht, nuk përdojnë më marë në tash prime me gabimet e natyrisht që ka Po gabime. me gabime jo, me tarë me jo. Jo, nuk përdojnë më konë fokus në këtë emision kritika ndaj qeveris, por gjendja e tanishme kjo amullia, edhe mungesa institucioneve, edhe me të vërtet fokusi i shtetit për mi mri qëto objektiva që i ka përcaktu për me hinë Evropë, do të më konë shumë ma serios. Unë e mendoj që do të me qenë shumë ma serios edhe mu përkushtu për mi mri këto objektive. Për ndryshe kena me metë shumë rapa, sikur që shjena edhe tash, shumë rapa. Ne nga NGO-t, këto shoqatat, po mundomi me botonën, po në qofë se nuk bashkëpunojmë. Pa institucione. Nëse nuk bashkëpunojmë i qusanat për para, ka me qenë shumë e vështirë. Sigurisht që ne gazetarët kemi më shumë kritika dhe kërkojmë për institucioneve, dhe se cili i kërkojnë, nuk është çështja që ti kritikosh sepse s'po bëjnë asgjë. Ne po kërkojmë që të rritet vlera e një gjëje më të madhe që është edhe lidhur me ndërtesat e gjelbra, por edhe të bëjmë diçka më shumë lidhur me shëndetin edhe kulturën e njerëzve në këto ndërtesa. Po, kritika është gjithmonë e mirë, sepse nxit punë edhe më të mira. Do me thonë konkurenca, ideve ose punëve të mira, gjithmonë asjell zgjidhje edhe më të mira. Po për me u kthy te puna e institucioneve, unë sa kam bashkëpunu me institucionet e Kosovës, mendoj që ka vullnet edhe janë duke u bë punë të mira, megjithatë normal që është çështje tjetër se sa kemi resurse financiare ose edhe kapacitete e njohuri që me i qu tutja ato vullnetet e institucioneve. Institucionet e Kosovës vetë se janë zotu që me i ullë gazra celë, me ullë emetimin ose konsumin e energjisë, edhe me rritë konsumin e energjisë që bazohet në energji të ripërtritshme, e njëkohësisht ka targete dhe për rritjen e eficiencës së energjisë në ndërtesa. Prej gjithë atij stoku të banimit që përmendet që është regjistruar në Kosovë, rreth 85% është stok që është ndërtuar më vonë edhe nuk i kanë as
lejet e, do më thonë, nuk janë legalizuar si ndërtesa. Si lejet e ndërtimit, si lejet e certifikatat e ndërtimit, si ato të legalizimit, kërkojnë që si cila ndërtes me pas një performancë të energjisë, do më thonë, të vlerësuar edhe të mirë, gjë që në praktikën nuk ndodhë, për shkak se janë edhe ligje, proceset të tjera të ndërlidhura në veçanti me eficiencën e energjisë dhe performancën energjetike të ndërtesave, të cilat janë në proces. Kosova është në proces të i bo gjithë këto ligje, strategji, është po ashtu në proces edhe të subvencionimit e të investimeve të ndryshme në shumë fusha. Edhe me qenë se jemi ende të ri, normalisht që ndodhin gabime gjatë rrugës. Nëse për shembull janë dhënë subvencione për instalimin e klimave, ndoshta nuk është kuptuar që aq shumë është problemi i mungesës së eficiencës së energjisë në ndërtesa, e cila edhe nëse kemi instalu klimë që është energji eficiente, realisht krejt energjia që ajo e ka liru, ka humb për shkak të mungesës së energjisë, eficiencës së energjisë në ndërtesa, do më thonë mungesës së izolimit të mirë. Ndoshta nuk është ditë dhe i gjithë ky fakt, edhe nuk ka pas ndonjë pasqyre të saktë, se ne nuk e njohim, nuk e dim saktë se qyshe kemi krejt stokun e ndërtimit, kështu që nuk mundemi me akuzu diçka e cila ka Po jo, institucionet duhet ta dinë, ajo punë, duhet ta dinë institucionet, se shteti duhet ketë dhëna për gjithë shka. Shteti ka dhëna për çdo frymë gjallë në këtë hapësirë të Kosovës. Nuk mundemi të themi ashtu që është shumë ignorancë me thonë që shteti se ka ditë që duhet me adhon klimën, kondicionerin një shtëpie që s'ka izolim. Ne kemi ditë të gjithë ditë. Është një mungesë shumë elementare për me... Institucionet duhet të vërtetu, mandej, a ka me ato shtëpia izolim? Po shteti duhet ta di, për ato është shteti. Unë mund të mos e di për ju, për mu, po ata duhet, jo duhet të di. Idealisht, po. Jo se kanë diku shumë. Jo, në fakt kanë diku shumë rritjen e konsumit të energjisë, jo, absolutisht. Vërtet kanë diku edhe ka dhe studime që thojnë që kanë diku. Jo, nëse shteti se di sa banesa, çfarë banesa ka Kosova, atëherë... Kjo të regon një mungesë një horive elementare, unë më konsideraj, dhe është dashtë më evitu kjo problem, dhe mendoj që hera tjera më nuk përsërit të shpresojmë. Me që kisha dashtë me vazhdu se di edhe perspektivën për institucioneve brenda, gjithmonë është shumë letë me i kritiku edhe me thonë... Jo, unë i takoj personalisht i gazetare shumicën e njerëzve që punojnë në institucione. Saktësisht dihet edhe kush punon dhe çka punon, çka s'punojnë. Tash ne nuk po flasim për njerëz të mrekullueshëm që i kryejnë detyrat, por ne po flasim për politika të mëdha që një qeveri caktuar i çon përpara, jo për njerëzit të cilët kanë mundësi të angazhohen ose jo, s'po flasim për ata. Megjithatë për gjithë këtë sektor, domethënë edhe për gjithë këtë stok të banimit, për me shku secilën ndërtesë me vlerësu se çysh është e tek është, domethënë ka shumë punë të madhe për me u bë, vyn shumë njerëz, shumë procese, vyn sistemet standardizuar brenda institucioneve, të cilat nuk janë kompletuar ende, po dhe ato që janë kompletuar nuk ndjekën, ka njëherë ndoshta bëhen lëshime për me prioritizu diçka tjetër, i japet leja ose certifikata e legalizimit, ndërtesa ndoshta si plotson as kushtet elementare. Nuk po arsyetoj këto si veprim të mirë, si bazë, e as veprimin tjetër që ndoshta ka sjell kundër efekt për që është të shfrytëzimit të energjisë, po megjithatë mendoj që njëti është i mirë, resurset janë të limituar, si financiare, si njerëzore. Nuk ka mundësi që me ditë sakt se cilin stok ose se cilin ndërtesë qysh po funksionon në këtë fazë. Na jemi tek tu i regjistru, tek tu i mat, edhe ndoshta në një fazë tjetër. Se pas na ditë që është ka që mi shrume me... Jo, në pëqim realiste, se kom punu në të gjithë sektor, unë e di edhe vetë qka heki me ndërtimtar, që nuk të përgjigjet as ai që ta ka ndërtu ndërtesë. Po prap shteti e ka për obligim edhe nuk i merë përsi për përgjithësit e veta, atë njëjtën kohë e di edhe me shtetin. E fut në rregull çdo gjë. Domethënë shteti, institucionet, politikat shtetërore. Po jemi në fund, nuk kemi... Po, veç kisha me përmend, shumë shkurt më fondi ka bo një punë të mirë, me izolimin, me subvencionet. Po fondi është pjesë e shtetit, dhe me thonë fondi për eficiencë të energjisë. Fondi duhet me qenë institucion i pavarur, me gjithatë, mirë po ka bo një punë të mirë, që i ka izolu shumë objekte, subvencionet të mira që ka dhonë, edhe me fondet BE-s, edhe shteti ka subvencionu bashkarisht, është një punë shumë e mirë, po me klima ja kanë huqë. S'ka ma pleku pa klima. Profesor, po e përfundojmë me juve, pozitivisht po e përfundojmë. Unë në shaj të satires, në shaj satire kisha me thonë, është mirë mi drejtu kritikat edhe ka akademia, sepse ju jeni në tregun e punës, po shumë edhe
edhe udhëheqësit të institucioneve janë nga universitetet që kanë dalë, edhe është mirë me pas këtë filozofinë e vetëdijësimit, domethënë, unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, që edhe qytetari më i thjeshtë, ose më mirë me thonë qytetari i këtij vendi, të jetë i bindur për standardet e jetesës, edhe për këto çështje që kërkohen, domethënë që janë të rëndësishme shumë. Është më mirë të parandalosh se sa të shërosh. Shërimet janë me kosto të mëdha, dhe kjo është që kena me pagu shumë, edhe për këto që janë ekzistuese. Prandaj jo me kritiku, po vlerësojmë gjendjen. Ne s'mund të mbyllim syt në na duhen shumë investime për të përuar në situatë që të kemi shkallën 100% të asaj që quhet qëndrueshmëri. Pra nuk është gjë e thjeshtë, është gjë goxha komplekse. Ndërsa nëse flasim si profesionist, çka e ardhmja, atëherë unë mendoj që e ardhmja me këtë vetëdije që kemi, të kem hapësirë të mjaftueshme për veprim që të rregullojmë këto komponente. Dhe unë mendoj që kena mundësi. Njerëz kemi që dinë, janë përgatitur dhe kanë mundësi këtë gjë me e bë. Si akademi po flas, që i përkas edhe një institucioni, domethënë, ne provojmë që edhe përmes ligjëratave të hapuna, që i kemi të rregullta në fakultetin tonë, që nga mandati që kanë filluar si dekan, deri sot kemi diku 35 ligjërata të hapuna që vijnë nga ligjërues ndërkombëtar, profesor me renome, që i kanë prej këto fushat që janë shumë të rëndësishme. Sa ka pas në ndikim këto ligjëratat? Unë mendoj që shumë ka pas në ndikim, dhe permanent këtë komponente prejkim, e atakojmë, për rastin e juaj me dhonë krahasim ne në tetor, e kemi 15 deri në 17 tetor, e kemi një konferencë ndërkombëtare, ku do të prejkim edhe çështjet e gjelbërta, që i kemi të paralajmëruar 17 keynote ligjërues kombëtues, dhe pjesa dërmuese të tyre do të jenë që kanë nature-based solution ligjërat, kanë edhe çështjen e efekteve të ujit, kanë edhe çështje të ligjëratave për qëndrueshmërinë e përgjithësi, përveç edhe për ndërtimet edhe për çështje tjera. Pra, kjo është ajo konferenca që ka me organizu. Do t'ju thras për konferencën, profesor. Faleminderit shumë. Pa problem fare, me shumë kënaqësi, do t'ju thras, do të vjedha atje, se sigurisht që janë tema me rëndësi, përmendet 2-3 që ujë e tjera të cilat janë pjesë tona. Në rastin konkret, dëshira jonë është edhe në nivel të organeve kolegjiale të fakultetit që kemi, të ftojmë këshillin e ndërtimeve të gjelbërta, që bëjmë marrëveshje edhe të bëjmë prezantime të projekteve të shkëputura, të shkëqitura edhe praktikave nga përvoja që i kanë dhe kanë mi pasë të armën, që këto të reflektojnë direkt të studentët tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ju falenderoj për kontributin, për kohën, për të gjitha. Pra, ne këtu po e përmbyllim emisionin, sigurisht që ka edhe mendimet të tjera dhe njerëz të tjerë që mund të flasin për çështjet e ndërtesave që janë të gjelbra ose jo, të qëndrueshme ose jo, por ju e dini vetë më mirë se si janë ndërtesat tuaja, në çfarë shtëpi edhe ndërtesa kolektive jeni duke jetuar, si për nga cilësia, si për nga kultura dhe ajri. Por ne kemi quajtur kështu ndërtesat pa shpirt, e ju e dini vetë, a ju keni edhe në shpirt ose jo. Takohemi sërish të e të nërshme.